Kryeministri Edi Rama ka thënë Europa është si një tortë e madhe, por që i mungon qershia mbi të. Dhe sipas tij, qershia jemi neve shqiptarët. A jemi kaq të veçantë? Nëse po, atëherë pse thon për ne shqiptarët që jemi të mirët e botës dhe të këqijtë e vetës? Kështu kemi qenë gjithmonë. Është vërtet. Është vërtet, ëh? Është vërtet. Po pse e kemi këtë Po neve? ne rata jonë e zezë e përkrajmë njëri tjetrin. Ashtu, ëh? E përkrajmë shumë njëri Po ne diën se përkrajmë thua ti? tjetrin. Disa po, disa jo. E kuptova. Tha një lave pyll për dera s'ka. Se tha Edi Rama, Europa tha është një tortë e madhe dhe qershia mbi atë tortë jemi ne shqiptarët. Po, E vërtet është, ëh? Je qershi? unë qershia. Je qershi, ëh? Qershi. Po unë çfarë fruti mund jem? Kot si Po pas. dëgjon, di unë qa fruti e burë. Po të bëjmë që kumore, Qershia mi tortë. Normal që jemi ne, po muhabeti është kush e gatuan tortën. E vërtet është jo? Po, Që Europa është një tortë e madhe, po i mungon qershia sipër? Dhe ne jemi qershia mbi të? Po. E vërtet, ëh? Jo, nuk është e vërtet. S'është e vërtet, Jo. Se nëse do ishte e vërtet, nëse Edi Rama do ta bënte që ne të ishim qershia mbi tortë, por Edi Rama nuk e bën. Kjo do ishte e bukur në fakt. Po, nuk na e bën Edi Rama. Edi Rama neve po na e heq dhe atë pjesën e tortës, që mund të jemi një pjesë torte, jo të jemi. Sepse thonë që ne shqiptarët jemi të mirët e botës dhe të këqijtë e vetës. Ka baza kjo? Patjetër që po. Ka pra kemi baza, fajin sepse të vetë, po patjetër, një shprehje thot, çdo popull e meriton qeverinë që ka. Ne jemi më të mirët. Ne jemi më të mirët. A jemi ne qershia mbi tortë? Edi Rama i di ato. Pikrisht pse jemi kështu si jemi, themon për i natë, na kanë edhe i natë të tjerët, nuk janë që ne. S'mund të bëhen asë njëherë si që jemi ne. Ne kemi vetëm një defekt. Cili është? Nuk e shtyjmë për para njëri tjetrin, po e vetëmja e metë e shqiptarëve është kjo. Të tjerat jemi perfekt, jemi për lakmi. Është e vërtet? Po, shumë e vërtet. Ti biti e qershia? Po. Ti je qershi? Se ti çfarë? Qa fruti jeti për shkakun? Nuk e di Unë qa fruti jam sipas teje? Masa do jesh qershi. Qershi. Po. Ne si mi fare qershia. Si mi Se qershia? mo t'ishim qershia, neve nuk do ishte batorta. Edhe ne Atëherë t'ishim. qa jemi neve? Neve, Thonë që neve çfarë jemi neve? jemi të mirët e botës dhe të këqijtë e vetës. Po, ne jemi të këqijtë e vetës, edhe se e kemi të keqen brenda. Ne e kemi mrena të keqen, dhe të keqen e kemi nga njëri tjetri edhe nga vetja jonë, vjen e keqa. Unë jam shumë dakord sepse Shqipëria është me histori, flasim me histori, është populli i parë në të gjithë Europën. Populli i parë jemi neve. Le të flasin çfarë të dojnë të tjerët. E vërtet është. Neve kemi qenë fisi i parë që kemi kriju njerëzillikun. Si shpjegohet, kur ne jemi kaq të veçantë, jemi në një farë mënyrë të mirët e botës dhe të këqijtë e vetes tonë. Ka baza kjo, është e vërtet kjo? Ne shqiptarët, e keqja na vjen nga shqiptarët. A njëri tjetri, po. Ne nuk duam njëri tjetrin. Neve Kjo jemi është e armiku gjithë. i njëri tjetrit. Nga fukaralliku i kemi të gjitha këto. Gjitha këto lloj pasoja që kemi, janë të gjitha nga fukaralliku. Fa çfarë zhanri muzike këndoni ju? Çe ka gëdo? Jo, meqense është festë një këngë tashun. Rreth e qarë kalasë, këndon kumureja, Elbasan i bukur, Elbasan. Për te i namazjasë, po kërcen rinia, Elbasan i bukur, Elbasan.